Pesë shtetas meksikan janë paditur nga një juri federale në SBA pas zbulimit të një laboratori gjigant droge, ku autoritetet sekonstruan sasi të jashtëzakonshme metafentamine dhe materiale kimike për prodhim. Sipas dokumenteve zyrtare të pandehurit janë Jose Luis Martinez, Carlos Ramirez, Miguel Hernandez, Juan Pablo Ortiz dhe Ricardo Sanchez, të cilët u arrestuan pas një operacioni të zhvilluar në shtetin e Kalifornisë, ku ishte ngritur laboratori ilegal. Gjatë mbastisjes, agjentët federal zbuluan mbi 250 kg metamfetamin të gatshme për shpërndarje, si dhe më shumë se 500 kg substanca kimike që përdoreshin për prodhimin e drogës. Laboratori ishte i pajisur me teknologji të avancuar dhe kishte kapacitet për prodhim në shkallë industriale. Akta akuza me 10 pika përfshin akuza për prodhim, shpërndarje të lëndëve narkotike, komplot për trafik ndërkombëtar droge, postim me qëllim shitje.